Të nderuar teleshikues, përshëndetje, udhëzimi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Gjykata e posaçme ka vendosur kalimin për gjykim të çështjes ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha dhe ish të pandehurve të tjerë në dosjen për privatizimin e kompleksit Partizani. Vendimi u mor pas disa seancash të shtyra dhe kundërshtimesh nga mbrojtja për pavlefshmërinë e provave të SPAK-ut. Pas një sër shtyrjesh dhe debatesh procedurale, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka marrë më në fund vendimin për kalimin në gjykim të dosjes për privatizimin e kompleksit Partizani. Gjyqtarja Flojera Davilli në seancën e kësaj të hëne pranoi kërkesën e paraqitur nga prokuroria e posaçme duke rrëzuar kërkesën e mbrojtjes që kërkonin pushimin e çështjes për argumentin e pavlefshmërisë së provave. Në këtë dosje, përveç Sali Berishës, të pandehur janë edhe dhëndrit i Amaro Maltezit, 3 biznesmen dhe 2 subjekte juridike. Akuzat lidhen me dyshime për shkelje të rënda procedurës të privatizimit të ish kompleksit sportiv Partizani, duke sjellë përfitimet palishme në dëm të interesit publik. Ne në fakt sot paraqitim me shkrim kërkimin për pavlefshmëritë e të gjitha akteve të marra nga gjyqtarja Irena Gjoka gjatë hetimit paraprak, sepse ishim koshient dhe të bazuar në ligj që pavlefshmëritë në bazën e 332 gërma C pika 3 pavlefshmëritë kërkohen pikërisht te gjyqtari i seancës paraprake, siç ishte zonja gjyqtare në fjalë. Dhe nuk kishim një hapësirë tjetër ku t'i kërkonim ne këto pavlefshmëri. Dhe nga ana tjetër, ne 128 flet për pavlefshmërinë absolute pikërisht për mungesën e kushteve për të qenë gjyqtar. Ndërkohë që është e vërtetuar tashmë që Irena Gjoka në kohën e vendimarrjes së saj për këtë çështje po flasim, për këtë që njohim, nuk ka pasur kushtet për të qenë gjyqtare dhe automatikisht të gjitha vendimet e marra për saj janë absolutisht të pavlefshme. Berisha dhe mbrojtja e tij kanë mohuar në mënyrë të përsëritur akuzat duke e konsideruar çështjen politike më të fabrikuar nga shumica qeverisëse. Nga ana tjetër, SPAK ka këmbgulur në vlefshmërinë e provave dhe në domosdoshmërinë e gjykimit. Dosja Partizani është një nga çështjet më të zhurmshme të viteve të fundit me rëndësi të lartë politike dhe simbolike, që do të përbëjë një precedent për përbardhjen e ish funksionarëve të lartë me drejtësinë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar ashpër kryeprokurorin e SPAK-ut Altin Dumanin duke e bërë fajtor për mbrojtjen e krimit elektoral në zgjedhjet e fundit dhe për bashkëpunim me mazhorancën në manipulimin e rezultatit. Sipas Berishës, vota e diasporës u përdhos dhe paditë e Partisë Demokratike u injoruan qëllimisht nga drejtësia. Në një deklaratë ashpër publike, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha hodhi akuzat drejt për drejt ndaj kreut të SPAK-ut Altin Dumani, duke bërë përgjegjës atë që e cilësoi si amnisti ndaj krimit elektoral në shërbim të Edi Ramës. Ka dorëzuar gjatë fushatës elektorale mbi 15 parti, të cilat natyrisht do të kenë fatin e gjitha partive tjera, sepse në krye të amnistisë së krimit elektoral qëndron ai që amnistoi dosjet 184 dhe 138 apo 39 qëndron vet Altin Dumani, shërbëtor i shpifur i Ulsi Manjas dhe Arben Rakipit. Sipas Berishës, gjatë fushatës elektorale, Partia Demokratike ka depozituar mbi 15 padi për shkelje dhe manipulime, të cilat, siç tha ai, janë shpërfillur nga drejtësia e kapur. Kutit e votave dhe votimi i tyre është fund e krye manipuluar, një lloj si në Koren e Veriut apo në diktaturën hoxhiste dikur. Berisha paralajmëroi se shqiptarët jashtë vendit do të reagojnë ashtu siç u shpreh ai ndaj përdosjes së vullnetit të tyre. Diaspora ka votuar dhe të garantoj që diaspora kundër narkoshtetit do të dëgjoni ju, do të thot fuqishëm fjalën e saj, sepse përdosja që dhe shkelmimi që ju bë vullnetit të lirë të shqiptarëve në Europë do marrë përgjigje shembullore, por nga shqiptarët jashtë vendi. I pyetur nëse do të drejtoj seancën e parë të kuvendit si deputeti më i vjetur në moshë, Berisha e përjashtoi kategorikisht një skenar të tillë, duke theksuar se betejë e tij politike do të vazhdojë deri në rikthimin e votës së lirë për shqiptarët. Ka përfunduar numërimi i votave të diasporës për kandidatët në listat e hapura në 3 qarqet verior, Kukës, Shkodër dhe Edibër. Rezultatet përfundimtare kanë përforcuar përfaqësimin e Partisë Demokratike në Kukës dhe Shkodër, ndërsa në Edibër Partia Socialiste ruan shumicën me 3 mandate.
Në 3 qarqet veriore të vendit, Kukës, Shkodër dhe Dibër, votat e diasporës kanë përfunduar, së numëruari dhe ndikimi i tyre është reflektuar tashmë në shpërndarjen përfundimtare të mandatit parlamentar. Në Shkodër, Partia Demokratike rezulton forcë e parë, duke siguruar 5 mandate nga gjithsej 11 fal bashkimit të votave brenda vendit dhe në diasporë. Kandidatët fitues janë Luciano Bocci, Kliti Hoti, Greta Bardeli, Ramadan Likaj dhe Bart Spahia. Nga Partia Socialiste kanë mundur të sigurojnë mandate vetëm 4 emrat e listës së sigurt: Mariana Koçeku, Onid Bejliri, Gjenis Çela dhe Buja Rexha, ndërsa Partia Social-Demokrate do të përfaqësohet në kuvend nga 2 deputet, Tom Doshi dhe Sabina Jorgo. Në Kukës e djathta ka fituar me mbi 53% të votave, çka i ka garantuar 2 mandate Partisë Demokratike për Flamur Hoxhën dhe Isuf Çelajn. Socialistët përfaqësohen vetëm ka kandidati i listës së sigurt, Eduard Shalci. Ndryshe paraqitet situata në Dibër, ku Partia Socialiste ka dominuar në 3 mandate. Në legjislaturën e ardhshme këtë qark do ta përfaqësojnë Blendi Klosi, Alma Selami dhe Agron Malaj. Demokratët kanë marrë 2 mandate që i takojnë emrave të listës së sigurt, Xhelal Mziu dhe Denis Avata. Në përfundim, diaspora konfirmon ndikimin e saj në hartën politike të veriut, ku në Kukës dhe Shkodër mbështetja për të djathtën ka rezultuar vendimtare, ndërsa Dibra mbetet një bastion i sigurt për të majtën. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë publike shifrat përfundimtare të pjesëmarrjes së diasporës në votime me mbi 201.000 flet të regjistruara dhe afro 2.000 të pavlefshme. Kryekomisioni i ri Lirian Celibashi reagoi ndaj akuzave për manipulim, duke konfirmuar se kandidatët kanë të drejtë të kenë akses në pamjet filmike të procesit të numërimit. 201.795 është numri total i fletëve të votimit të mbërritura nga diaspora në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve deri në orën 19 datës 11 maj. Sipas kryetarit të KQZ-s, Ilirian Celibashi, ndërto rezultoi 1971 flet votimi të pavlefshme. Në një deklaratë për media, Celibashi sqaroi se 353 qytetarë kanë sjellë fizikisht votën e tyre, ndërkohë që pjesa tjetër ka ardhur përmes shërbimeve të operatorëve postar. Pa diskutim, nëse një parti politike apo koalicion nuk ja u vënë në dispozicion, se ne ja u kemi dhënë partive politike, ose më mirë të themi ju kemi thënë partive politike që gjithë secili prej këtyre subjekteve mund të tërheqin Komisionin Qendror të Zgjedhjeve pamjet filmike. Nëse një kandidat nuk i siguron dot për arsye të ndryshme nëpërmjet partisë të pamje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ja vën në dispozicion çdo kandidati. Rinumërimi nuk ka të bëjë me komisionerin shtetëror. Pretendimet për manipulim gjatë numërimit të votave nga jashtë kanë çuar në kërkesën për rinumërim apo transparencë shtesë nga disa kandidatë. Celibashi u ndal edhe te mundësia e pavlefshmërisë së votimit në rast shkeljesh ligjore. Nëse shkeljet e ligjit kanë përsëri të njëjtën përgjigje, nëse verifikohen shkeljet e ligjit dhe nëse shkeljet e ligjit janë të tilla që ndikojnë në rezultat, çdo lloj votimi mund të shpallet i pavlefshëm. Celibashi sqaroi që prej mbërritjes së zarfave në KQZ nuk është konstatuar asnjë shkelje, por pranoi se procesi i votimit nga diaspora mbetet i vështirë për të kontrolluar në mënyrë të plotë. Ministri i Drejtësisë Ulci Manja prezantoi në Prokurinë e Përgjithshme rekomandimet e qeverisë në luftën kundër krimit, për prokurori i posaçëm Altin Dumani hodhi poshtë të përgjithshme, subjektive dhe të zbatueshme me vështirësi. Ndërkohë kreu i Prokurisë së Përgjithshme Olsian Çela kërkoi forcimin e kapaciteteve njerëzore në prokuritë e jurisdiksionit përgjithshëm. 8 shtyllat që synojnë rritjen e efektivitetit në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Kështu i prezantoi qeveria përmes ministrit të drejtësisë Ulci Manja rekomandimet që sipas tij duhet të udhëheqin sistemin e drejtësisë në fazën e re të reformës. Unë ju ftoj që këto rekomandime t'i merrni në konsiderat në planifikimin dhe përmbushjen e detyrave tuaja për vitin 2025, sepse pa një prokurori efikase, të paanshme dhe të përkushtuar, nuk mund të ketë drejtësi funksionale, as siguri, as shpresë për një të ardhme evropiane. Nuk kërkojmë perfekcion, por kërkojmë përpjekje maksimale të përbashkëta, përkushtim profesional dhe angazhim të ndershëm në shërbim të ligjit dhe qytetarëve. Po në të njëjtin takim, kreu i SPAK Altin Dumani e vuri në dyshim efektivitetin e këtyre rekomandimeve duke ngritur pikpyetje për mungesën e qartësisë dhe mbështetjes me të dhëna. Këshillet e ministrave në luftën kundër kriminalitetit janë pjesë e punës së përditshme të prokurorëve të prokurisë së posaçme, besoj edhe të
prokurorëve të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe ne si institucion përpiqemi që këto rekomandime të gjejnë zbatim në punën e institucionit, madje në raportimet vjetore që ne bëjmë, japim edhe një përshkrim se si është reflektuar përmbushja e këtyre rekomandimeve të Këshillit të Ministrave. Megjithatë, pasi jemi njohur me rekomandimet, nuk mund të rri pa thënë disa disa gjetje tonat. Për shembull, do të them se rekomandimet nuk shoqërohen me të dhëna statistikore, analizë krahasuese apo tregues konkret që justifikon nevojën për ndërhyrje. Kjo mungesë e bazës empirike dhe metodologjisë së qartë i bën rekomandimet të duken subjektive dhe vështirë të matshme, sidomos për institucion si SPAK që funksionon mbi bazën e efikasitetit, rezultateve dhe besueshmërisë publike. Gjithashtu, rekomandimet në një pjesë të tyre përdorin terma të përgjithshme si jetime proaktive, përdorimi efektiv i dënave, forcimi i qasjes strategjike, por nuk ofrojnë asnjë përkufizim operacional apo kuptim të qartë për to. Kjo krijon pasiguri dhe për zbatimin praktik dhe mund të çojë në interpretim të ndryshëm nga institucionet zbatuese. Dubani paralajmëroi edhe për rrezikun e mbingarkesës burokratike nëse futen mekanizma të rinj, kontrolli pa analizë paraprake. Në të njëjtin takim, prokurori i përgjithshëm Olsian Çela vuri theksin tek nevoja urgjente për përforcimin e stafit në prokurorinë e jurisdiksionit përgjithshëm. Përplasjet me qëndrime mes qeverisë dhe drejtësisë vinë në një moment kur sfida e zbatimit të reformës në drejtësi është në qendër të vëmendjes kombëtare dhe ndërkombëtare. Gjykata e apelit ka vendosur të lirojë nga burgu ish kryetarin e Bashkisë Kukës Afet Gjici duke zbutur masën e sigurisë për shkak të gjendjes së tij shëndetësore. Ai do të vuajë pjesën e mbetur të dënimit në kushtet e qëndrimit në shtëpi me mbikëqyrje. Pas më shumë se 10 muajsh pas hekurave ish kryebashkiaku i Kukësit Afet Gjici është liruar nga burgu. Vendimi është marrë nga gjykata e apelit e cila ka planuar kërkesën për zbutjen e masës së sigurisë duke marrë në konsiderat gjendjen e tij shëndetësore të rënduar. Gjici, i cili është i dënuar me 4 vite e 6 muaj burg për shpërdorim detyre dhe korrupsion pasiv, do të vuajë pjesën tjetër të mbetur të dënimit, rreth 8 muaj në shtëpinë në mbikëqyrje. Vendimi u mor pas një serie kërkesash të paraqitura nga ana e tij për trajtim të specializuar mjekësor. Skandali që çoi në dënimin e tij shpërtheu në 24 shërshor 2023, kur Gjici u arrestua pas publikimit të një videoje që ekspozonte abuzimin me detyrën dhe përfshirjen në një aferë me natyrë seksuale në ambientet e bashkisë. Në korrik të vitit kaluar, apeli i GJKK-s i rriti dënimin me 3 vite në 4 vite e 6 muaj burg, duke e bërë ato përfundimtar dhe në formë të prerë. Sot përmes vendimit të fundit, gjykata pranon se gjendja shëndetësore të dënuarit e bën të arsyeshme masën alternative të qëndrimit në shtëpi. Gjici do të mbetet në mbikëqyrje deri në përfundim të afatit të dënimit. Ndërkohë, ky vendim pritet të sjellë debat politik mbi trajtimin e figurave të njohura politike dhe përdorimin e gjendjes shëndetësore si bazë ligjore për lehtësimin e dënimeve. Një 57 vjeçar i arrestuar për tentativë vrasje ndaj një punojësi të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit i ka dhënë fund jetës brenda qelisë së burgut të Fushkrujës. Sipas të dhënave zyrtare, ai është gjetur i vetvrarë gjatë natës nga bashkëvuajtësit. Një ngjarje e rëndë shënuar në orët e para të mëngjesit në burgun e Fushkrujës. Qani Muça, 57 vjeç, i cili ndodhej në paraburgim për akuzën e vrasjes së mbetur në tentativë ndaj funksionarëve publik, është gjetur pa jetë në dhomën e tij të paraburgimit. Sipas njoftimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, ngjarja ka ndodhur rreth orës 03:34 të mëngjesit në sektorin 2, kati 2, Godina B, ku Muçi ndodhej së bashku me 5 të paraburgosur të tjerë. Ngjarja është zbuluar nga njëri prej të paraburgosurve, i cili ka vënë re mungesën e 57 vjeçarit dhe ka alarmuar stafin, pasi e gjetën atë të vetëvarur në grilën e dritares së tualetit. Qani Muça ishte arrestuar në 12 kusht pasi kishte plagosur me armë zjarri punojësin e IMT-s, Ilirian Kavelli, gjatë një konflikti që shpërtheu pasi autoritetet i shembën manesën. Në gjykatë, Muça pretendonte se nuk kishte synuar të plagoste askënd, por kishte vepruar në gjendje të rënduar emocionale, duke akuzuar punojësit për vjedhje të parave në shtëpinë e tij. Grupi hetimor ka nisur mënyrë veprimet për të sqarruar rrethanat e vetvrasjes, ndërkohë që Drejtoria e Burgut ka njoftuar familjarët. Rasti ngre sërish pikpyetje mbi monitorimin e të paraburgosurve në gjendje të rënduar psikologjike.
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mesnatën e kaluar në fshatin Mbrostar Ura të Fierit, ku një 23 vjeçar plagosi baban e tij pas një konflikti në banesë. Fatmirësisht, i plagosur i ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa autori u arrestua menjëherë nga policia. Mesnatën e sejntes, një konflikt brenda një familje në Fier përpaksa nuk përfundoi në tragjedi. Në fshatin Mbrostar Ura, një 23 vjeçar qelloi me armë të atin pas një debati të ashpër që ndodhi në banesën e tyre. Autori Jashar Zyka përdori një armë sportive të modifikuar për qelluar të atin, Nexmedin Zyka, 58 vjeç, duke e plagosur në këmbë. Ngjarja ndodhi rreth orës 00 në ambientet e shtëpisë së tij familjare. I plagosur u transportua me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Fierit, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia ndërhyri menjëherë dhe arrestoi autorin, ndërsa arma e krimit u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Grupi hetimor mori dëshmitë e autorit, të babait të tij dhe të familjarëve të tjerë për të zbardhur shkaqjet e konfliktit që solli plagosjen. Ndaj të riu tashmë rëndon akuza për plagosje të rënë me dashje dhe armbajtje pa leje. Policia e Fierit po vijon hetimet për të zbuluar më shumë rreth dinamikës së ngjarjes dhe motiveve që çuan në këtë akt të dhunshëm brenda familjes. Gjykata e posaçme e apelit ka lënë në fuqi dënimin për Leonard Luzin, Amarildo Nikodhin dhe Muharrem Koroveshin, të akuzuar për porositjen dhe përpjekjen për atentat ndaj Ines Hajrullaz dhe Ervis Matodoshajt në Vlorë. Krimi u parandalua nga policia, ndërsa të pandehurit do të vuajnë dënimin që variojnë deri në 10 vite burg. Tretë akuzuarit për një atentat të porositur në qytetin e Vlorës do të qëndrojnë pas hekurave. Gjykata e posaçme e apelit la në fuqi vendimin e shkallës së parë për Leonard Luzin, Amarildo Nikodhin dhe Muharrem Koroveshin, të dyshuar si autor dhe porositës të një krimi të mbetur në tentativë. Leonard Luzi është dënuar me 7 vite e 4 muaj burg, Amarildo Nikodhi me 2 vite e 9 muaj, ndërsa Muharrem Koroveshi me 10 vite burg. Sipas hetimeve të Spakut, Luzi në 8 gusht 2023 ka porositur vrasjen e Ines Hajrullës dhe shokut e tij Ervis Matodashaj. Krimi është parandaluar nga ndërhyrja e policisë. Amarildo Nikodhi u kap me armë zjarri të gatshme për përdorim, ndërsa dyshohet se ishte paguar për të ekzekutuar atentatin. Ky ishte atentati i tretë që Hajrullah, i njohur në Vlorë me përplasjet me grupe të rivale, arriti të shpëtonte. Në fillim Nikodhi u arrestua për mbajtje pa leje të armëve dhe municioneve, por më pas hetimi zbuloi pra pavijën kriminale të çështjes. Dëshmitë dhe provat e mbledhura zbuluan lidhjen mes autorëve, pagesën për atentatin dhe përpjekje për eliminim fizik të Hajrullës. Vendimi i apelit përforcon hetimin e strukturës speciale dhe e çon çështjen drejt fazës së vuajtjes së dënimit. Do të ecim me zhvillimet nga rajoni. Për të 18-ën herë me radhë, Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të konstituohet pas zgjedhjeve të parakohshme të nëntshkurtit. Deputetët nuk arritën të formojnë komisionin për mbikëqyrjen e votimit të fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, duke zgjatur krizën institucionale. Kosova vijon të mbetet pa një kuvend funksional. Për të 18-ën herë me radhë tentativa për konstituimin e legjislaturës së re, ka dështuar ndërsa deputetët refuzuan për të 10-ën herë formimin e komisionit që do të mbikëqyrte votimin e fshehtë për kryeparlamentarin. Kryesuesi i seancës Avni Dehari bëri një tjetër thirrje për konsultime me partitë politike, por pa ndonjë rezultat konkret. Propozimi i tij i mëparshëm për të mbajtur seanca vetëm një herë në javë nuk u mbështet nga grupet parlamentare. Seanca e së hënës u ndërpres dhe pritet të rifillojë më 21 maj në orën 11. Në mesin e pakënaqësive, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës paralajmëron një hap institucional. Deputetja Time Kadria i tha se partia e saj do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese. Ky është një bllokim i qëllimshëm institucional dhe i papranueshëm. Ne po shqyrtojmë mundësinë që këtë situatë ta çojmë në gjykatën kushtetuese për interpretim. Ngërçi politik ka si epicendër mungesën e shumicës së nevojshme. Lëvizjave të vendosje në koalicion me Guxo dhe Alternativa nuk ka arritur të sigurojë 61 votat e nevojshme për zgjedhjen e Albulena Haxhiut si kryetare e kuvendit. Me kalimin e kohës dhe pa një zgjidhje në horizont, situata rrezikon të thellojë edhe më tej krizën institucionale në vend. Ndërsa vëmendja tani është përqendruar te seanca e 21 majit ku pritet të provohet sërish zhbllokimi i procesit.
Një ditë pas nisjes së ofensivës toksore në rripin e Gazës, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se Izraeli synon të marrë kontrollin e plotë të gjitha zonave të territorit. Ai premtoi se do të shmanget një krizurie përmes një dritarje të kufizimit humanitar, ndërsa paralajmëroi se sasia e ndihmave do të mbetet minimale. Një mesazh i qartë dhe i ashpër nga Tel Avivi. Kryeministri Benjamin Netanyahu njoftoi se Izraeli do të vendosë kontroll të plot mbi gjithë territorin e Gazës, ndërsa paralajmëroi se ndihmat humanitare do të lejohen vetëm në sasi të kufizuar. Ekziston një kusht thelbësor. Nuk duhet të arrijmë në një situatë të zisë së bukës si nga një këndvështrim praktik, ashtu edhe diplomatik, por ndihmat që do të lejojmë do të jenë minimale. Komentet e kryeministrit Izraelit vijnë një ditë pas nisjes së ofensivës së re toksore në Gaza me qëllimin për të zhdukur Hamasin, të cilin Izraeli e konsideron kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë e shtetit. Lufta ka sjellë një kosto të madhe për civilët palestinezë, me qindra viktima qytete të rafshuara dhe një krizë humanitare që thellohet çdo ditë. Kritikët thonë se Izraeli vepron me agresivitet të tepruar dhe pa marrë parasysh pasojat për popullatën civile. Hamas fshihet pas civileve dhe vepron nga infrastruktura civile. Gaza është një mjedis urban i dendur që e bën të pamundur shmangjen e viktimave. Për të zbutur trysninë ndërkombëtare, Netanyahu pranoi një plan të përbashkët me Shtetet e Bashkuara për shpërndarjen e ndihmave përmes kompanive amerikane në pika të kontrolluara nga ushtria izraelite. Por edhe ky hap shoqërohet me akuza. Izraeli pretendon se ndihmat e mëparshme janë plaçkitur nga Hamas, ndërsa komuniteti ndërkombëtar vijon të shprehë shqetësimin për civilët e bllokuar në Gaza të mbijetuar me zjarrit dhe urisë. Rreth 100.000 protestues marshuan në Hag në demonstratën më të madhe në Holand në 2 dekadat e fundit, duke kërkuar që qeveria të ndërpresë çdo bashkëpajësi me veprimet e Izraelit në Gaza dhe të ndërmarrë ndërkohë dhe hapa konkrete për ndalimin e asaj që ata e quajnë genocid. Një thirrje e fuqishme për drejtësi dhe ndërgjegje globale është ngritur nga mijëra qytetarë në zemër të Hagës. Protestues nga e gjithë Holanda u mblodhën në një nga demonstratat më të mëdha që ka parë vendi në 20 vitet e fundit. Mbi 100.000 vetë kërkuan ndaljen e gjakderdhjes në Gaza dhe tërheqjen e mbështetjes për fushatën izraelite. Tubimi u mbështet nga organizata të njohura ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit dhe ndihmën humanitare që bën thirrje për një qëndrim më të qartë dhe aktiv të Holandës në mbrojtje të civileve palestinezë. Ndihesh i pafuqishëm kur shikon kaq shumë padrejtësi dhe ti nuk mund të bësh asgjë tjetër, përveç se ta bësh zërin tënd të dëgjohet. Por kur shoh këtë tubim, ndihem krenare për popullin tim. Protesta ime është kundër genocidit në Gaza dhe kundër bashkëfaqësisë së vendit tim. Ne ende furnizojmë pjesë për avionët të 35 dhe nuk jemi të gatshëm të vendosim një vit të qartë kundër Izraelit. Demonstruesit kaluan simbolikisht përpara selisë së Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, institucion që vetëm një vit më parë i kërkoi Izraelit të parandalojë çdo veprim që mund të përbëjë akt gjenocidi. Ata krijuan një unas 5 kilometrash rreth qendrës së Hagës, një vije kuqe që sipas tyre, qeveria holandeze ka dështuar ta vendosë. Protestuesit kërkuan që politika holandeze të mos qëndrojë më neutrale përballë dhunës në Gaza. Ata paralajmëruan se nëse nuk ka veprim konkret, mobilizimi do të vazhdojë. Thirrja e tyre është e qartë. Nuk ka më vend për indiferencë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump do të zhvillojë një bisedë telefonike me presidentin rus Vladimir Putin të hënën në përpjekje për të arritur një armëpushim të menjëhershëm në Ukrainë. Lëvizja e tij vjen pas thirrjeve të vazhdueshme ndërkombëtare për të ndaluar konfliktin më të përgjakshëm në Europë që nga lufta e dytë botërore. Një tjetër përpjekje për paqen. Krahas bisedës me Putinin, Trump ka planifikuar të flasë edhe me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe lider të NATO-s. Ai paralajmëroi se në rast se Rusia nuk angazhohet seriozisht në negociata, Shtetet e Bashkuara do të vendosin sanksione shtesë. Një telefonat që mund të shënojë kthesën drejt paqes apo një tjetër përpjekje në një rrugë të gjatë diplomatike mbetet për tu parë. Bota mban frymën dhe pret. Koalicioni të vullnetshmëve për Ukrainën u takua në margjinat të samitit të Tiranës pa praninë e Giorgia Melonit. Kryeministria italiane zgjodhi të përgjigjej nga Roma duke organizuar një takim strategjik me përfaqësues të lartë amerikan dhe europian. Ndërsa në Tiranë zhvilloi takimi i koalicionit të vullnetshmëve për Ukrainën pa praninë e saj, Giorgia Meloni nuk qëndroi pasive.
Nga Roma ajo mblodhi një tjetër tryezë të fuqishme diplomatike me pjesëmarrjen e zëvendëspresidentit të Shteteve të Bashkuara J.D. Vance dhe presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Qëllimi i takimit ishte përparimi i negociatave tregtare midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, ndërsa Ukraina dhe çështjet e mbrojtjes zunë vendin e tyre natyrshëm në diskutime. Një fillim të ri në marrëdhëniet tona dhe për të avancuar bashkë drejt një marrëveshjeje të drejtë për të dyja palët. Nga ana tjetër J.D. Vance e vuri theksin te vlera strategjike e Europës si aleat duke pranuar se pavarësisht mosmarrëveshjeve të herpashershme, partneriteti transatlantik mbetet i fuqishëm. Europa është një aleat i rëndësishëm. Misht kanë ndonjëherë dallime sidomos për çështje si tregtia, por bashkëpunimi ynë mbetet kyç. Von der Leyen shtoi se Ukraina nuk u la jashtë tryezës. Ajo falenderoi Shtetet e Bashkuara për angazhimin ndaj paqes dhe theksoi se java e ardhshme mund të jetë vendimtare për të ardhmen e konfliktit. Ndër temat kyçe u rendit edhe mbrojtja. Shefja e Komisionit Evropian nënvizoi angazhimin e Brukselit për të përmbushur kërkesat e Washingtonit për investime në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Si komision kemi mundësuar përdorimin e deri në 800 miliard eurove në 4 vitet e ardhshme për investime në mbrojtje. Kjo është përgjigjja jonë ndaj nevojave të kohës. Samiti në Rom konfirmoi pavarësinë dhe rolin diplomatik të Italisë në arenën ndërkombëtare duke kthyer mungesën e Melonit në Tiranë, në një deklaratë të heshtur por të fortë. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 20 maj do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me mot të kthjellët dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në zonat malore lindore, pasditja mund të sjellë vranësira kalimtare, por pa rreshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 27 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore dhe jugore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor me shpejtësi 6 deri 11 metër për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit mund të arrijë deri në 13 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 26 gradë Celsius. Kukës, 9 deri në 24 gradë. Peshkopi, 8 deri në 22 gradë Celsius. Tiranë, 13 deri në 27 gradë. Durrës, 14 deri në 26 gradë. Kavaj, 13 deri në 25 gradë. Elbasan, 12 deri në 26 gradë Celsius. Berat, 12 deri në 27 gradë. Korç, 8 deri në 21 gradë. Vlorë, 15 deri në 25 gradë Celsius. Gjirokastër, 13 deri në 26 gradë. Sarand, 15 deri në 25 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 20 maj do të karakterizohet nga moti i kthjellët, me diell gjatë gjithë ditës dhe ndonjë vranësirë kalimtare në relievet lindore. Temperaturat vijojnë të jenë të larta për stinën. Temperatura minimale do të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 22 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi juglindor me shpejtësi mesatare prej 5 deri 10 metër për sekond dhe në disa lugina deri në 12 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 6 deri në 20 gradë Celsius. Podujev, 6 deri në 19 gradë. Skënderaj, 6 deri në 19 gradë Celsius. Pej, 7 deri në 21 gradë. Prishtinë, 6 deri në 21 gradë Celsius. Gjakov, 8 deri në 21 gradë. Malishev, 7 deri në 20 gradë.
Gjilan 6 deri në 20 gradë. Ferizaj 6 deri në 20 gradë Celsius. Kaçanik 7 deri në 19 gradë Celsius. Suharek 8 deri në 20 gradë. Prizren 8 deri në 21 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për përmendjen tuaj. Bashkë të takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, miru takofshë.